Mirë se vini në bota e horoskopit. Le të shikojmë çfarë na kanë sjell yjet për këtë të shtunë, 8 gusht 2026. Ju uroj një fundjavë të mbarë dhe faleminderit që na ndiqni. Mos harroni të na bëni like dhe subscribe. Dash, është koha të nxjerrësh në pa anën tënde krijuese. Më 8 gusht, portali Lionsgate arrin kulmin në një zonë të artës tënde që lidhet me aktivitetin, kreativitetin, romancën, argëtimin dhe shprehjen personale. Kjo energji të nxit të dalësh nga guaska jote dhe të tregosh talentet e tua unike. Mos u shqetëso për atë që mund të mendojnë të tjerët, nuk ke pse ti përshtatesh askujt. Gjia autentik dhe shprehu lirshëm. Nëse ke një projekt, pasioni, një ide krijuese apo një ëndër që e ke lënë prej kohësh në pritje, kjo është ditë ideale për t'i kushtuar më shumë vëmendje. Mos thuaj do ta bëj një ditë, fillo tani. Ajo që nis më 8 gusht, nëse portali Lionsgate arrin kulmin, mund të ketë potencial të shndërrohet në diçka shumë më të madhe nga sa imagjinon sot. Në dashuri, gjithashtu mos ki frikë të tregosh anën tënde të vërtet, kur nuk përpiqesh të impresionosh askënd dhe thjesht je vetvetja, energjia jote bëhet edhe më tërheqëse. Mesazhi për ju dash, talenti yt nuk është krijuar për të qëndruar i fshehur. Besoj ideve të tua, ndiq pasionin dhe mos ki frikë të shkëlqesh. Ajo që fillon sot mund të bëhet diçka e madhe nesër. Dem, ka ardhur koha të lësh pas atë që tashmë ke të i kaluar. Më 8 gusht, nësa portali Lionsgate arrin kulmin, do ta kuptosh më qartë se si dëshiron të duket jeta jote në shtëpi dhe çfarë të duhet për të ndier më shumë qetësi dhe siguri. Mos u qetëso më për atë që të tjerët presin nga ti. Mos u kapash dëshirave të invencionit të vjetër të vetes. Ato nuk përcaktojnë më atë që je sot. Ky është unë të jep mundësinë të bësh një ndryshim të rëndësishëm dhe ta kthesh jetën tënde në një drejtim të mirë. Nëse ke menduar të zhvendosesh në një shtëpi tjetër, të ndryshosh qytet apo të ndryshosh personin me të cilin jeton, mos e shtyj më. Nuk ke nevojë të bësh të gjitha menjëherë, mjafton të ndërmarrësh hapin e parë. Dhe jo dëshirat e tua më të thella dhe mos i injoro vetëm sepse mund të duken të guzimshme. Ndonjëherë ndryshimi që të frikëson është pikërisht ai që të çon drejt jetës që ke dashur gjithmonë. Mesazhi për ju dem, lëre pas atë që nuk të përfaqëson më. Jeta jote duhet të ndërtohet mbi atë që dëshiron sot, jo mbi pritshmëritë e të tjerëve apo mbi atë që ke dashur dikur. Binjak, mos i mbaj më fjalët brenda vetes. Portali Lionsgate arrin kulmin këtë të shtunë. Është koha të flasësh për ëndrat e tua dhe të japësh zë asaj që dëshiron të realizosh. Ndoshta ndonjëherë shqetësohesh për atë që mendojnë të tjerët, ose ke frikë se nëse e tua dëshirën me zë të lartë, mund ta prishësh fatin. Por më 8 gusht energjia të nxit të bësh pikërisht të kundërtën. Fol hapur për atë që dëshiron. Tregoje universit çfarë kërkon nga jeta. Je i sinqert me specat dhe dëshirat dhe ambiciet e tua, mos u përpiq të zvogëlosh ëndrat, vetëm sepse dikush tjetër mund të mos e kuptojë. Energjia e 8 gushtit shumë e favorshme për manifestim, por edhe ti duhet të bësh pjesën tënde. Mos e mbaj dëshirën vetëm në mendje, shkruaje, thuaje me zë dhe fillo të veprosh në drejtimin e saj. Mesazhi për binjakët, mos ki frikë të thuash atë që dëshiron. Ndonjëherë momenti kur e pranon me zë të lartë ëndrrën tënde, është edhe momenti kur fillon të hapësh rrugë drejt realitetit. Gafore, ka ardhur koha të mos pranosh më pak nga ajo që meriton. Më 8 gusht, kërko atë që e di se të takon. Nëse mendon se puna jote vlen shumë, kërko një rritje page ose rishiko çmimet e shërbimeve të tua. Nëse ke parë një mundësi pune më të paguar, apliko pa hezitim. Portali Lionsgate arrin kulmin në zonën e parave dhe veç vlerësimit për ty. Kjo energji mund të tregojë qartë se ku ke qenë, duke u nënvlerësuar veten dhe ku je mësuar të kënaqesh me pak, sidomos në aspektin financiar. Ndoshta ke punuar shumë, ke dhënë më tepër se ç'duhet dhe ke pranuar më pak nga ajo që meriton. Tani është momenti të ndryshosh këtë mënyrë të menduari. Kjo energji mund të sjellë një rritje të ndjeshme të ardhurave, por duhet të bësh edhe ti hapin e parë. Mos prit që mundësitë të trokasin vetë në derë. Shko drejt tyre. Mesazhi për ju gafore. Vlera jote nuk përcaktohet nga ajo që të ofrojnë të tjerët. Ti e di çfarë meriton. Më 8 gusht, beso te vetja, kërko më shumë dhe mos ki frikë të vendosësh një çmim më të lartë për atë që ofron. Luan, më 8 gusht. Është një ditë nga më të fuqishmet dhe më të ngarkuarat me energji kozmike për gjithë vitin. Portali Lionsgate arrin kulmin pikërisht në shenjën tënde. Dhe me Jupiterin gjithashtu në shenjën e Luanit, mundësitë duken më të mëdha se zakonisht.
Këtë periudhë vetbesimi yt është më i fortë se kurrë. Të gjitha cilësitë tua natyrale si luan, guzimi, karizma, kreativiteti dhe dëshira për të shkëlqyer janë të theksuara. Prandaj mos u mbaj, ji i guzimshëm dhe ndëro marrështinë. Shfrytëzoje këtë energji për të vendosur qëllime të qarta. Mendo seriozisht për atë që dëshiron të krijosh në jetën tënde, çfarë dëshiron të ndryshosh dhe ku dëshiron të jesh në të ardhmen. Tet gushti është një ditë manifestim, besim dhe vendime të guzimshme. Mos lejo që dyshimet të ndalojnë. Nëse ke një ëndër që e ke mbajtur prej kohësh në zemër, tani është momenti ta marrësh më seriozisht. Mesazhi për ju Luan: ti nuk ke ardhur në këtë botë për të qëndruar në hije. Shkëlqej, beso te vetja dhe mos ki frikë të kërkosh atë që dëshiron. Sot ëndra jote mund të jetë fillimi i një realiteti të ri. Vigjeresh, gjatë kësaj periudhe të sezonit të Luanit ke bërë shumë punë me veten, dhe pse jo gjithmonë ke marrë vlerësimin që meriton, mos u qetëso. Diçka që ke investuar te vetja do t'i jap rezultat. Më tet gusht, portali Lionsgate aktivizon fort zonën e vetëdijes për ty. Kjo sjell një energji të qetë, të thellë dhe introspektive. Nuk ke nevojë të jesh gjithmonë në lëvizje apo në mes të njerëzve. Këtë të shtunë gjej pak kohë vetëm për veten. Mendo thellë për atë që dëshiron vërtet nga jeta. Çfarë dëshiron të ndërtosh dhe mbi të gjitha çfarë duhet të lësh pas që të mund të arrish atë. Me një fletë dhe shkruaj qëllimet e tua, dëshirat dhe manifestimet e tua. Mos i mbaj vetëm në mendje, duke i vendosur në fjalë, mund të kuptosh me qartë se ku dëshiron të shkosh. Për ty kjo ditë mund të mos jetë e zhurmshme apo plot ngjarje të mëdha, por kjo nuk do të thotë se nuk është e fuqishme. Mesazhi për ju vigjeresh: ndonjëherë ndryshimet më të mëdha ndodhin në heshtje. Besoj punës që ke bërë me veten dhe mos ke frikë të lësh pas atë që nuk të përket më. Peshoria. Me Venusin në shenjën tënde peshore, vëmendja jote këtë periudhë është e përqendruar te marrëdhëniet. Më tet gusht do ta kesh më të lehtë të kuptosh se kush në jetën tënde të mbështet vërtet dhe kush po të merr energjinë. Ti meriton të jesh i rrethuar nga njerëz që të japin mbështetje, respekt dhe pozitivitet. Por ndonjëherë për të krijuar hapësirë për njerëzit e dur, duhet të lejosh disa të tjerë të largohen. Këtë të shtunë, portali Lionsgate të inkurajon të veprosh mbi ato që ke kuptuar. Nëse është e nevojshme, vendos kufi të shëndetshëm dhe mos të përpiq të kënaqësh të gjithë, vetëm për të ruajtur paqen. Mos e bëj gjithmonë kompromise duke sakrifikuar veten. Merr pak nga energjia e Luanit, ji vetvetja pa kërkuar falje për atë që je. Kur je autentik, njerëzit që janë vërtet të destinuar të jenë pjesë e jetës tënde do të afrohen natyrshëm. Mesazhi për ju peshore: mos e humb veten duke u përpjekur të mbash të gjithë të tjerët të lumtur. Vendos kufijtë e tu, dëgjoj zemrën dhe lër të afrohen ata që të duan pikërisht për atë që je. Akrep, është koha të pranosh ambicjet e tua dhe të mos kesh frikë të tregosh ato. Këtë të shtunë, portali Lionsgate arrin kulmin në zonën e karrierës për ty, duke krijuar mundësi të forta për rritje profesionale dhe përparim në punë. Por diçka varet nga ti. Duhet të dalësh përpara të tregosh aftësitë e tua dhe të përfitosh nga kjo energji. Mos i nënvlerëso aftësitë e tua dhe mos përpiq të qëndrosh gjithmonë në hije. Ti je ambicioz nga natyra dhe kjo është diçka për të cilën duhet të jesh krenar. Më tet gusht, merr kontrollin e jetës tënde profesionale. Mund të jetë momenti për të marrë një rol drejtues, për të kërkuar një mundësi më të mirë ose për të bërë një lëvizje të madhe që të gjithë do ta vënë re. Edhe pse nuk e ke problem të punosh në heshtje dhe pas skenës, ti e meriton të vlerësohesh dhe të marrësh njohjen që ke fituar me punën tënde. Mesazhi për ju Akrep: mos pritë të tjerët të zbulojnë vetë sa shumë vlen. Dil përpara, beso te aftësitë e tua dhe lejoje veten të shkëlqesh. Shigjetari. Si një shenjë zjarri, ti di shumë mirë të bashkëpunosh me energjinë e fuqishme të Luanit. Më tet gusht, ji i guzimshëm dhe përqafo pasionet e tua. Mos e zvogëlo veten për askënd. Portali Lionsgate të ti të afrohesh më shumë me ato gjëra që të emocionojnë dhe të japin energji. Këtë të shtunë lejoje veten të nderosh shumë, pa u shqetësuar më njëherë dhe si do t'i realizosh të gjitha. Ke kohë që dëshiron më shumë aventurë, emocion dhe pasion në jetën tënde. Tani është momenti të fillosh ta kthesh atë dëshirë në realitet. Mos mendo vetëm për kufizimet, mendo për mundësitë. Ndonjëherë hapi i parë drejt një jete më emocionuese është thjesht i pranosh atë që zemra jote dëshiron vërtet. Mesazhi për ju shigjetar: ndëro me madhështi, beso më shumë te vetja dhe mos kërko leje për të qenë ai që je. Universi të shtyn të ndjekësh atë që të ndes shpirtin. Bricjap, ka ardhur koha të lejosh veten të jesh pak më i hapur emocionalisht.
ke qenë shumë mbrojtës ndaj vetes dhe kjo është krejtësisht e kuptueshme, por nuk mund t'i mbash gjithmonë njerëzit larg dhe njëkohësisht të presësh të krijosh një lidhje të thella dhe të sinqerta. Ndërsa portali i Lionsgate arrin kulmin në 8 gusht, provo të ulish pak mbrojtjen, hapo me një person të cilit i beson dhe lejoje veten të heqësh disa nga barrierat që ke ndërtuar me kalimin e kohës. Mund të mbash ende me vete disa plaga apo emocione të vjetra. Të gjithë kemi diçka që na ka mbetur nga e kaluara, por kjo është unë të jep një mundësi të veçantë për të lënë pas ato që nuk të shërbejnë më. Mesazhi për ju Britsjap. Nuk i do bësi të tregosh atë që ndjen, ndonjëherë të lejosh dikë të afrohet, është pikërisht habi që të duhet për të gjetur më shumë qetësi, dashuri dhe lidhje të vërtet. Ujori. Me diellin dhe Jupiterin në Luan, përballë shenjës tënde, energjia astrologjike e kësaj të shtune mund të ndihet veçanërisht e fortë ujor. Portali i Lionsgate lidhet me manifestimin dhe vendosjen e qëllimeve. Ndaj kjo është një ditë e mirë për të menduar seriozisht çfarë dëshiron të krijosh në jetën tënde. Çfarë dëshiron të arrish gjatë muajit të ardhshëm, po gjatë vitit të ardhshëm. Më 8 gusht përpiqu t'i bësh qëllimet e tua sa më të qarta. Kur e di saktësisht se ku dëshiron të shkosh, bëhet më lehtë të dallosh mundësitë që të çojnë atje. Nëse ke një projekt krijues që ke kohë që e mendon ose dëshiron të nisësh biznesin tënd, kjo mund të jetë një ditë shumë e mirë për të hedhur hapin e parë. Mesazhi për ju ujor, mos e mbani vetëm në ëndër në mendje, shkruaje, planifikoje dhe fillo ta ndërtosh. E ardhmja që dëshiron mund të nisë pikërisht me një vendim të marrë sot. Peshqit, më 8 gusht. Portali i Lionsgate aktivizohet fuqishëm në zonën e rutinës së përditshme dhe shëndetit për ty peshq. Mund të duket më pak romantike apo spektakolare se ndikimet që marrin shenjat e tjera, por në të vërtetë kjo është një energji shumë e rëndësishme për jetën tënde praktike. Të shtunën do ta kesh më të lehtë të imagjinosh se si do të duke jeta jote e përditshme, nëse do të ishte e vërtetë në përputhje me personin që je dhe me atë që dëshiron të bëhesh. Pasi ta krijosh këtë pamje në mendje, do ta kesh të vështirë ta injorosh. Kjo ditë mund të të jap një shtysje të nevojitet për të bërë ndryshime pozitive. Është koha të ndryshosh një rutinë, të largosh një zakon që të lodh ose të krijosh më shumë hapësirë për gjërat që të bëjnë të ndihesh mirë. Mesazhi për ju peshq, mos prit që jeta të ndryshojë vetë. Fillimi mund të jetë një ndryshim i vogël në rutinën tënde, por ai do të të çojë drejt një versioni shumë më të mirë të jetës që dëshiron. Dhe ky ishte parashikimi i yjeve për 12 sinjat e zodiakut për ditën e shtunë, 8 gusht 2026. Ju uroj një fundjavë të mbarë. Na lini komentet tuaja dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe. Faleminderit.